Përshëndetje me qorët e të gjithë sa më mirë, ju pata premtu që kam janis prap me dritë e mia, sepse kam pa që goxha pyetje më kanë ardhë, e di që shumë pyetje janë edhe të përsëritme, pra uli vetëm pak zonin, sepse po më duket pak i lartë zoni i muzikës. Sot po du m'ja nis me një pyetje që mund ka ardhë dhe këtë pyetje, apo shumë pyetje, unë ju kam kthy përgjigje në YouTube-in tim, por sikur e dini, secili njeri rritet ashtu dhe unë, dhe duke punu shumë me veten, duke reflektu me veten, duke bo shumë seminare, shumë shkolla, shoh që shumë gjana nuk është se ndryshojnë shumë, rranja është e njëjtë, por shpjegimi ndoshta bëhet më i thellë dhe thirrja që unë du t'ja bëj të gjithëve është që të lidheni me veten, sepse e di shumë mirë që ndoshta më shifni mu atje në Instagram apo këtu në YouTube dhe thoni, kjo ja ka dalë se është këtu në Gjermani, apo kjo ja ka dalë sepse e ka pas letë. Jo, miq të dashur, nuk e kam pas letë, nuk e kam pas as pak letë dhe duat që t'ju them që nëse Zoti neve na çon diçka në rrugën tonë, na çon sepse e din që ne mundemi t'ja dalim, se për ndryshe nuk do na e kish qu asgjë. Ju them shumë sinqerisht dhe shumë e zemër me shpirt, nuk jam duke bo reklam këtu në Instagram apo në YouTube, sepse unë e di se si është kalosh në ndjenja jo të mira, e di se çfarë është ankthi, e di se çfarë është depresioni, e di se çfarë janë mendimet negative, e di se çfarë do të thotë kesh turp nga të tjerët, e di se çfarë do të thotë çfarë peshe ka mendimi të tjerëve për ty, sepse unë e kam pas këtë që shumë e kam lodh mendjen që thënë tjerë, që mendojnë tjerë, sepse kam jetu shkurt edhe shqip për të tjerë, duke pa prindit e mi, duke pa rrethin tim që dhe ato nuk kanë ditë më ndryshe, sikur edhe unë që i kam bo disa gjona dhe sot them, oh my god, o Zoti madh, si ka mund me i bo, ashtu dhe prindit e mi e kanë bo të njëjtën. Dua t'ju them me shumë sinqeritet, jeta është një udhtim dhe sa më shumë që ne kalojmë një jetë dhe aq më shumë që ne përjetojmë, ne e kuptojmë që gjithçka ka një plan nga Zoti, nga jeta, nga dashuria e madhe, apo ju sikur doni që ta quani. Dhe është shumë e rëndësishme që ta kemi këtë besim dhe të dim që gjithçka vjen me një arsye dhe gjithçka sado e vështirë t'jese, sado e fort t'jese një ndjenjë, e ka një mesazh për ty, se nuk ka ardhur vetëm kot. Asnjë ndjenjë nuk trokit pa asnjë arsye, ashtu kot tek ne. Është një nxit shumë i madh e di, unë sot punoj tek puna ime ndihmëse, por ju pata premtu, ju pata thonë, sepse edhe në fillim, ku më kanë ardhur shumë pyetje, më kanë thënë që okay, do kthehem me mesazhet e mia, prap me videot e mia, edhe pse jam shumë e mbushme, shumë e plotësume nga jeta që unë e kam, sepse atë e kam zgjedh dhe atë e jetoj, domethënë si mas zgjedhjet e mia, duhet kuptoni miq të dashur që nëse jeni në fundin e juaj, ka një arsye pse jeni aty. E di që kur t'jesh në fund, sepse dhe unë kam dëgju këtë nga shoqja ime, për shembull, atëherë në fillimet e mia, që ka qenë turke, apo që është turke, dhe ajo më ka thënë, Migena, është një dhuratë e mbyllur në kuti që nuk po e shef për momentin. Dhe në atë moment kam thënë, o Zot, ku diti se çfarë do kalu unë për momentin, edhe pse ajo kish kalu përpara shumë viteve ankthin edhe depresionin, më shumë ajo e ka pas të theksuar depresionin, kurse te unë ka qenë ankthi ose panik ataku. Dhe duhet kuptojmë, miq të dashur, që në momentet e bukura, në momentet e mira, në momentet që ne jemi plot lumturi, ato janë momente që ne pushojmë, ato janë momente që ne marrim energji, ato janë momente që ne na ndihmojnë të ecim përpara, kur të vije një sfidë e re në jetën tonë. Por në momentet që kena vështirësitë më të mëdha, në momentet që është lufta më e madhe, aty është mësimi më i madh, edhe pse është e vështirë, edhe pse
nuk din se ku e ke mendjen tonë dhe thu, o Zot, ku t'ja nisi, ku t'filloj e ku t'mbaroj. Por me që të dashur, mbas kësaj sfide, mbas kësaj periudhe, mbas kësaj situate, ti do t'jesh njeriu më i lumtur në botë. Nuk do të thotë jemi të lumtur kur i kemi të gjitha, ti kemi të gjitha materiale, domethënë, apo një makinë të mirë, një shtëpi të mirë, pushime her pas here, edhe ato janë të rëndësishme. Nuk mundem të them që nuk janë të rëndësishme sepse janë gjë shumë e bukur dhe jeta bëhet edhe më e pasur kur i kemi të gjitha këto mundësi. Por duhet kuptojmë që qetësia shpirtërore është kur jemi në çdo situatë, çfarëdo që ndodh për jashtë, një luftë e madhe është, por ti ke qetësinë tonë mrena, sepse e din që gjithçka ka më bë mirë, sepse ti e din që gjithçka ka me ardhë në ritmin e vet, në atë ritëm që Zoti e ka shkruajtur për ty. A dini ritmin e zemrës? Lart poshtë, lart poshtë, lart poshtë. Ashtu është edhe jeta jonë. Sa jemi poshtë, ngrihemi shumë lart dhe kështu me radhë. Por duke kalu shumë sfida, duke kalu shumë periudha që nuk kanë qenë të lehta ndoshta për ne fitojmë edhe urtësinë dhe besimin e madh në Zot dhe e dim shumë mirë që secila situatë ka me na bo më të fortë, secila situatë ka me na bo më të ndjeshëm për tjetrin. Secila situatë ka me na tregu që mundemi ta kuptojmë gjithkonin, edhe pse ne nuk e lejojna jetën tonë me qenë. Ka shumë njerëz që unë ja kam dhënë rastin të bëhen pjesë e jetës time, qoftë një shoqe, qoftë një kolege pune, apo qoftë një mik apo një mike, por në momentin që unë e shikoj që nuk po më bën mirë kjo energji, atëherë e largoj dhe e lej aty ku është, por duke i uru të gjitha të mirat e kësaj bote, sepse e di se cili njeri ka ardhur me arsye. Këtë njeri unë e kam tërheqë vetë. Nuk ka ardhur ai njeri ashtu vetëm thap erdhi kot. Jo. Atë njeri e kam tërheqë vetë. Dhe kjo është e rëndësishme të kuptojmë që të marrim përgjegjësi për jetën tonë, të marrim përgjegjësi për ato gjëra që Zoti na i hedh në rrugën tonë apo na i sjell në rrugën tonë, sepse janë për ne, nuk janë kundër nesh. Po i mbylli këtë video sot, një mesazh shumë të mirë për ju është që ta merrni përgjegjësinë për jetën e juaj, të besoni në rrugtimin e juaj dhe sado e vështirë të jesë jeta juaj jashtë, varet gjithçka nga qetësia jonë shpirtërore e brendshme. Mundemi të kemi të gjitha, sikur e përsërita, pushime, mundemi të kemi shtëpinë më të bukur, mundemi të kemi makinën më të bukur, çantat më të bukura, fustonet më të bukura, rrobat më të bukura, por këtu mrena nëse je bashkë, këtu mrena se ke nevojë për dashuri, atëherë nuk ka me të mbush asgjë në jetë. Secila ndjenjë ka ardhur me një arsye, sikur stinët e vitit, vera, vjeshta, dimri, pranvera, si nga trova, domethënë si tash me radh, të gjitha këto stinë i kanë ato detajet e veta, edhe çdo ndjenjë e ka detajin e vet. Ndonjëherë themi, po pse jam me nerva? Po se pikërisht ato nerva e kanë një energji mrena teje dhe ti duhet të hysh më thellë me anë të meditimit, me anë të hipnozës, me anë të punës me vetes, me anë të një bisede me dikonin që i kupton. Dhe ta lëshosh këtë ndjenjë me dashuri dhe ta pranosh këtë ndjenjë që e ka një arsye që është në jetën tonë. Ju përshëndes dhe një shtunë sa më të bukur dhe një fundjavë sa më të mrekullueshme, edhe pse është e nxehtë, çdo gjë që ndodh për jashtë nuk duhet neve me na i prek pikat e tona brendshme, me na e prish në qetësinë tonë. Dhe nëse po, atëherë ka diçka me pa, me shëru dhe me liru. Ju përshëndes.